Në dekadat e ardhshme, kriza më e madhe do ketë botën të ujë pishëm. Shqipëria konsiderohet një nga vendet me ujin më të keq të pishëm në çështën. Kjo marrëveshje si Italisë me Shqipërinë ka vite që që ka kaluar, mbaj mend që kur kam qenë në media, kur deshim bë Fatosnano u tërhoq nga presion që u bë nga poshtë lart. Kur deshim me bë Sali Berisha prap pati reagim nga poshtë lart. Kur deshim me bë Rama fillim prap pati reagim. Tani që Rama nuk janë ndjen më për shqiptarët, ka mbyll punë me shqiptarët, ka vite që s'na llogarit fare, nuk na ka fare refene se ç'a themi, ç'a bëjmë me të. Fare, e vërtetë është shkëput komplet nga ajo. Jo, s'ka faj, nuk ka faj. Jo sinqerisht e ka kuptuar që me këtë popull bëj çfarë dush. E ke këtu në ironi të gjithën, e ke këtu në ironi gjithë situatën. Ai kur na shef në qesh, prap këta këtu që kanë akoma s'kanë këta. Kur do ikin këta? Edhe pyet aty me telefon. Ore ç'a keni bë maçet e shpopullimit thotë. Pse janë akoma në përkom këta? Pse si keni për zonë akoma? Në këtë lloj logjike e se rregullu Andrea mos e vrit mailin. Jo thashë i bëj zoomin që se kemi nese. Ja çaj jena. Ja se rregullu Andrea. Jemi lart fare. Andrea kur të na vesh plan dysh na thuj që të kontrollojmë zoomin. Pastaj kontrollojmë zoomin kur t'jeri plan. E po thoja që në këtë moment Rama do filloj të japi ujë Italisë Jugut, që Italia të ketë një lloj detyre të brendshme që të rri urt para çdo pislloku që bën Rama. Sepse kur kontrollon rubinetin e ujit të Leçës, si thosh, ti ke një avantazh politik në Itali. E dyta, ka bërë një marrëveshje me Katarin për furnizimin e energjisë elektrike të Italisë nëpërmjet si thosh energjisë rinovueshme që quhen ata. Por nuk ka të bëjë me hidrocentralet tona vetëm. Ka të bëjë më shumë me panelet diellore, që është idiotësia më e madhe në botë. Po pse duhen panelet diellore? Sepse është një korrupsion i madh i parave të psikopatisë Bashkimit Evropian, që hedhin para jo për burime reale të energjisë, por burime falso të energjisë, që është dielli dhe era. Pse është falso e diellit dhe erës? Sepse energjia e diellit dhe erës ka një kosto shumë të lartë se sa ajo që duket. Dielli shkatron tokën. Pra po të krijosh energji nëpërmjet diellit dhe erës, siç janë mullitë e erës që kanë disa vende dhe kjo me panele diellore, domethënë ka kosto më të lartë se sa hidrocentrali që ka. Jo vetëm aq, ka kosto më të lartë edhe se energjia hidrokarbure. Domethënë centralet me gaz dhe me naftë janë shumë më të lira në totalin e vet se ç'është ajo me energji diellore dhe ajo që është ujore. M'fal dhe ere. Pse? Ta shpjegoj me dy fjalë. Po. Energjia diellore kërkon panele. Vendi më i përshtatshëm në botë për panele diellore janë shkretëtirat, që ka diell shumë. Për shembull, Sahara është vendi ideal i energjisë diellore. Sepse nuk ndot asgjë. Aty është rër, po kupton? Është mjedis i vdekur. Nuk ka jetë, nuk ka asgjë, dhe kur ti ngren panele diellore në zonat shkretëtirave, që ka diell mjaftueshëm, ti nuk bën asnjë dëm. Kur ti e merr energjinë diellore dhe e bën në vende që janë shumë fertile, për shembull si Shqipëria. Si Shqipëria, po. Ti vetëm po shkatron toka dhe po grabit prona. Pra këto e bën edhe këtë qëllimisht që i kaluan toka Shkatrim toke, bujqit i kaluan që mos i përdorin tokat e tyre, mos krijuar hapësira trege të gjëra. Ka një projekt të madh në Shqipëri për të zhdukur fshatin. Po, si ekonomi. Për të larguar njerëzit dhe paketa e maleve. Ligji që merr aty Rama para një jave, që quhet shitja e tokës të huajve, ose më saktë shitja e tokës për çufot. Vetëm për çufot është ai ligj.